Klubi Filmit mësojmë nga e kaluara, një nisëm me arkivit qendror të filmit dhe autoritetit të dosjeve u ndal në Lezhë. Përmes fakteve dhe dëshmive u prezantua mënyra se si kinemaja periudhës komuniste u nënshtrua censurës së regjimit dhe ndikoi në forcimin e kulturës shoqërore, ku pjesë e kësaj goditje ishte edhe familja Syko në Lezhë. Studiues dhe përfaqësues të autoritetit të dosjeve theksuan se filmi Toka Jon, i realizuar në vitet 60, u ndërtua mbi një narrativ të shtrembëruar, me qëllim që familja Syko të paraqitet si përfaqësuese e armiqve të klasës, për t'i bërë ato objekt urrejtje dhe izolimi shoqëror. Përfaqësuesja e autoritetit të dosjeve, Rovena Rozhani, thotë se është shumë e rëndësishme për të mësuar të vërtetën e deformuar nga regjimi i asaj kohe. Sot vim pikërisht në Lezhë për të sjellë në fokus një nga filmat, por edhe historinë e një familje të përsekutuar të cilës si referohet edhe filmi. Flasim për filmin Toka Jon dhe për familjen Syko, persekutimi që ka patur dhe lidhja që kemi midis figurës së Tuçmakut edhe Gjonik Sykut. Që është shumë e rëndësishme për të mësuar të vërtetën, për të krijuar panoramën e plotë të historisë së atyre kohëve, e cila është deformuar, është shtrembëruar në saj të propagandës së regjimit të diktaturës. Shumë e rëndësishme të mësojmë të drejtat e njeriut të cilat janë shkelur në atë kohë dhe duke mësuar kështu ne mund të shmangim të gjitha gabimet e të shkuara dhe të mos i përsërisim. Gjatë diskutimeve, historiani Paulin Zefi u shpreh se rasti i Gjonik Sykut është një ndër më të rëndit në nivel kombëtar, teksa filmi Toka Jon shërbeu si justifikim propagandist për goditjen e shtresave pronare, ndërsa pasojat për familjen Syko u shtrin për dekada, me dënime, shpronësime dhe stigmatizëm të thellë shoqëror. Pasojat e politikave ndaj kulakëve lanë shumë thellë në strukturën shoqërore dhe psikologjike kolektive të fshatit shqiptar. Shkatërrimi i pronës private dhe eliminimin e shtresës tradicionale të fshatarëve të aftë dhe sipërmarrës, do pse zhvillimin e bujqësisë dhe pengoi krijimin e ekonomie rurale të çndrueshme. Në anën tjetër, stigmatizimi shumë vjeçar shkaktoi trauma të mëdha sociale, armiqësi ndërfamiljare, mbyllje komunitare dhe në kulturë të frikës së shoqërisë deri në rënien e regjimit komunist pranë natë njëshit. Në përfundim, figura Kolabu në Shqipërinë komuniste nuk përfaqëson shtresë reale ekonomike, sepse nuk ishte pill, por një kategori të prodhuar politikisht, e cila u përdor si mekanizëm kontrolli social dhe si mjet eliminimit të pluralizmit ekonomik dhe shoqëror në fshat. Pas shpërndarjes së filmit dhe propagandës që shoqëroi, familjes Syko ju sekuestrua mbi 1000 hektar tokë, ndërsa 10 anëtar u dënuan me burgime të gjata, që në total kapin mbi 100 vite. Përplasja nuk ishte vetëm ekonomike dhe fizike, pasojat prekin edukimin, të drejtën për punë dhe çdo mundësi integrimi shoqëror për breza të tërë.